Ishte mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur me 23 janar të këtij viti. Çifti Drasa ka humbur vajzën e dytë vetëm 3 vjeçe, e cila ishte me grip dhe humbi jetën në rrethana të cilat ende janë të paqarta për dy prindrit e voglushes. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologe Ervisa Lula, rikthehemi me prindrit e vajzës 3 vjeçare, por njëkohësisht me vajzën 3 vjeçare e cila tashmë e ka humbur jetën. Atë ditë në spital ka qenë edhe motra e saj, e cila vuan pasojat e humbjes së motrës. Ndiqni materialin. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur vetëm 3 muaj më parë në qytetin e Beratit. Prej disa ditësh vajza e vogël e familjes Drasa, Eiza vetëm 3 vjeçe, ishte prekur nga një viroz dhe prindrit të shqetësuar e kishin çuar edhe në spital për ta vizituar. Me vendimin e mjekes, vajza merrte serum dhe kthehej sërish në shtëpi. Kjo situatë zgjati disa ditë dhe për të hequr të gjitha frikërat, i bën analiza dhe një skopi. Për fat të mirë, sipas mjekëve, gjithçka ishte në rregull. Ditën e hënë, datë 23 janar, bëritën në spital në orën 10 të paradites dhe pasi kontrolli rutin me urdhër të mjekes, vajzës i është vendosur një tjetër serum. Prindërit të shokuar tregojnë se voglushja ndërkohë që merrte serumin, me dorën tjetër vizatonte dhe krejt papritur situata ndryshoi. Ajo filloi të kishte shumë ftohtë dhe vetëm pas insistimit të nënës, mjekja ka shkuar pranë saj. Mjek dhe infermier që i shkonin afër, injeksione që i bëheshin pafund dhe askush nuk merrte përsipër t'ju shpjegonte prindërve atë që po ndodhte. Ndërkohë që e kishin siguruar se gjithçka kishte kaluar dhe vajza ja kishte hedhur, Eiza qëndronte në gjendje pa vedije, pa mundur dot të reagonte dhe t'ju përgjigjej lutjeve të nënës. Rreth orës 5 pasdite, Anila dhe Xhevair Drasa konstatuan se voglushja e tyre ishte në momentet e fundit të jetës, e teksa po përballeshin me një tmerr të vërtet, askush nga stafi mjekësor nuk ju gjende afër. Pas humbjes së voglushes, ata janë të bindur se faji është i mjekëve dhe kërkojnë që secili prej tyre të ndëshkohet. Të përlotur e të mbytur nga dhimbja, ata kërkojnë drejtësi për Eizën, që u largua pa drejtësisht nga kjo botë, dhe motrën e saj Engjin, që e kërkon çdo ditë. Miqtemi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt për këtë ngjarje të rëndë. Do diskutojmë ku prindrit e voglushes 3 vjeçare do të diskutojnë gjëre gjatë për atë çfarë ndodhi me 23 janar rreth orës 11 të mesditës, e më pas të dyja voglushet, njëra prej të cilave humbi jetën, voglusha tjetër ende sot kërkon motrën. Të mbytur ende në trishtimin e asaj që ka ndodhur, ato kanë udhëtuar drejt Beratit ditën e sotme për treguar hapasapi se çfarë ka ndodhur, për të përballur me mjekët që ndoshta ditën e sotme do të pranojnë ftesën e drejt për drejt të studios emisionit Me Zemër të Hapur, por për të marrë edhe asistencën ligjore dhe mbështetjen psikologjike, siç ndodh për herë në studion e emisionit tonë. Me mua në studio Anila dhe Xhevair Drasa. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit ju që i besua transmetimin të drejt për drejtu në televizionin News 24, studios emisionit Me Zemër të Hapur, në emër të stafit, ju uroj ngushëllime të drejt për drejta për humbjen e vajzës tuaj vetëm 3 vjeç. Fillimisht përpara se të prezantoj dhe panelin e të ftuarve për t'ju orientuar sa më saktë, megjithse synimi kryesor i juaj është përballja ditën e sotme me mjekët. Çfarë ju kanë thënë me 23 janar, në momentin kur vaza ndroi jetë, dhe jemi pothuajse 2 muaj, pothuajse 3 muaj mbas humbjes, 2 muaj gjysmë mbas humbjes së vajzës tuaj. Do doja të dija për vajzën tjetër, sepse ato kanë qenë paralelisht. Ju shkua thjesht për një vizitë atë ditë, apo jo, zonja Anila? Po. Dhe i kishte të dyja vajzat me vete? Të përshëndes... Të dyja vajzat i kishe me vete se përshëndetemi më pas? Po, të dyja. Të dyja. Të dyja vajzat i kisha. Si është gjendja e vajzës, duke kërkuar motrën se ka parë gjithçka me sytë e saj? Po, atë ne shkuam rastësisht, nuk e morëm vajzën në kuptimin që nuk e menduam se çfarë do ndodhte, sepse po ta dinim se çfarë do ndodhte, Enxhi nuk do e kishim marrë me vete. Po dhe Enxhi si paqef ishte, nga që ishte motra e vogël me viroz, edhe Enxhi po ashtu. Shkuam për të vizituar. Ishin të dyja vajzat me viroz dhe të dyja shkuan thjesht për një vizitë. Thjesht për një vizitë në spital. U vizitua Enxhi, kurse për vajzën për Eizën tha që... Sa kërkon motrën aktualisht? Shumë.
E E kërkon shumë, thot, kaq të fort janë doktorat, thot, që na e mbajnë e motrën. Disa i thonë që është në qiell, edhe unë veti kam thënë është në qiell, po nuk ka rrotat forta, thot, që të shkoj unë ta marr, dhe sa di do pres, thot. Sa vjeç është vajza? Vajza bëri 6 në datën 29 mars, më falni se jam pak emocionuar. Bëri 6 vjeç. I bëri 6 vjeç, dhe e kërkon shumë. Për te orientimit ligjor, ne do flasim pak edhe me psikologën për sa i përket kësaj situate të rënduar, ku ju në mënyrë të tërthort i keni thënë të vërtetën, por një e vërtet që nuk e di a kuptohet nga një vajzë 6 vjeçare. Me mua në studio dhe u fokusua pikërisht nga regjizoria jon, që merr të shënime vazhdimisht, vjen nga shoqata antikorrupsion. Përshëndetje Ndoe Pietra, mirë se erdhe në studion e emisionit Me zemër të hapur. E shikoja që mbaje shënim gjatë gjithë kohës. Avokat, do doja një mendim tëndim paraprak në shoqatën tuaj, por edhe në zyrën tuaj avokatore do doja të dija sa raste të tilla vijnë. Numri me sa duket për neglizhencën e bluzave të bardha apo për mjekim të gabuar të tyre vijnë vazhdimisht, por kush ka triumfuar në gjykat ende nuk kemi statistika të sakta. Çuditërisht, pra, të janë rastet që janë të shpeshta kohët e fundit. Kjo sipas mendimit ton ka ardhur nga gjendja ekonomike që nuk kanë mundësi të paguajnë mjekun ose të tjerët, dhe si rezultat i këtyre veprimeve ata nuk ushtrojnë kujdes, pra nuk mbështeten në ato që janë parashikuar në marrë kombet, është mbrojtja e drejtave të pacientëve që është me kartën kombëtare të kombeve të bashkuara në vitin 45, deklarata universale e 48-s, karta europiane e 50-s, dhe gjitha këto janë të përcaktuara në mënyrë që pacienti, pra të merret përsysh stafi mjekësor dhe mjek të kenë parasysh gjithmonë jetën e pacientit. Pra, të gjitha këto konventa, karta, këto janë të përcaktuara thjesht për këtë. Dhe çuditërisht Shqipëri ndoll që neglizhohen për fajin e korrupsionit që ka tashim në mjekësi. Dhe aq më bukur që çdo person që shkon, edhe unë kam vënë re që edhe deputet kur shkon, i fut 50 euro në gjep ose 50.000 lekë. Po pse do ta bëjmë? Është si për personin që bën korrupsion pasivat edhe për personin që bën korrupsion aktiv. Dhe normalisht pra janë këta që e lejojnë, jemi ne që nuk e marrim një shërbim nëse nuk i japim një gjë. Pra, jemi të gjithë sot në spitalet e Shqipërisë, kush do që të shkojnë, vetëm kush do në mes me thanë të vërtetën, sepse çdo person i jep 2.000 lekë, 5.000 lekë, 10.000 lekë, 50.000 lekë. Pra shtimi i denoncimeve ndaj bluzave të bardha apo mjekim i gabuar i tyre vjen si rezultat i korrupsionit në shëndetësi, thonë. Vetëm korrupsion. Dhe rastet e vdekje kanë ardhur si rezultat i gjenjes ekonomike, dhe po të shikosh këtu nuk ke njerëz që ju ka noll kjo histori, që ju kanë vdek, njerëz që s'kan pas mundësi për të paguar. Se po të kishin pagu, automatikisht që do kishin marrë ndihmën mjekësore. Dhe këtë themi ne mjekim i pakujdesshëm ose i neglizhuar. Mjekim që nuk ka marrë, duhet me nxjerr edhe në kodin penal, mjekim që nuk ka marrë pagesën në dorë, nuk ka bën korrupsionin. Kjo është. Unë falenderoj për këtë moment të parë të komentit tënd. Avokat në krahun tënd është Antonela Rama, psikologe. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me zemër të hapur, që u bashkove armatës së madhe të kolegeve tua këtu në studion e emisionit tonë. Megjithatë kemi një vajzë e cila sapo ka mbushur 6 vjetorin e saj, por ka qenë prezente gjatë momentit kur ka humbur jetën motra 3 vjeçare, nëna në mënyrë të tërthort është munduar t'ja shpjegoj se motra nuk gjendet në këtë jetë, megjithatë një 6 vjeçare duhet thënë drejt për së drejti, Antonel, se çfarë ka ndodhur? Është një rast i veçantë, është një rast epik, një ngjarje e rëndë. Të gjithë kemi momente të vështira në jetë, sidomos kur bëhet fjalë për 2 prindërit që humbasin vajzën e tyre vetëm 3 vjeç, gjithashtu edhe për vajzën e tyre, vajzën e madhe që ka humbur motrën e vet, ka kaluar një gjendje të rënduar psikologjike. Çfarë ndodh në këto raste kur personi, fëmia është prezent në humbjen e jetës së motrës apo vllajt, siç ka ndodhur me rastin konkret? Ata janë munduar t'ia shpjegojnë, në një farë mënyre motra ka mbetur në spital, në një farë mënyre ajo është në qiell. Çfarë ndodh me personalitetin e voglushes 6 vjeçare? Ajo normal ka kaluar një gjendje të rëndë psikologjike dhe e mira e këtij rasti është që prindrit të jenë sa më afër vajzës, ta mbështesin sa më shumë. Por ti thënë të vërtetën drejt
për drejt apo në mënyrë të tërthort? Në mënyrë të 6 tërthort. vjeçare, kupton se çfarë po ndodh? Edhe pse ka disa variante se çfarë ka ndodhur me motrën? Do shta edhe mund ta kuptoj, po më e mira është që ta thot në mënyrë të tërthort. Prindrit ta komunikojnë, po. Mirë. Do të pyes pas pak pse në mënyrë të tërthort, por ne marrim edhe ato detaje të kësaj historie fillimisht. Zonja Anila, çfarë ka ndodhur me 23 janar të këtij viti, rreth orës 11, pse shkove së bashku me vajzat në spitalin e Edhe një herë unë Beratit? ju përshëndes emisionin tuaj, News 24, që më dhatë këtë mundësi për të ardhur deri këtu, për të udhëtuar deri këtu, për të treguar historinë e vajzës time se çfarë ka ndodhur. Edhe gazetarët e Beratit i përshëndes, sepse ata ishin si nisën kryesore të emisionit tuaj, që më mbështetën. Përshëndes të gjitha të afërmit e mi që më mbështetën për humbjen e vajzës së vogël 3 vjeçare, përshëndes kolektivin tim të punës, në veçanti drejtoreshën time, se unë profesionime është mësuese, në një shkollë 9 vjeçare të fshatit të Beratit, më kanë mbështetur, komshit të mi, miq, shok, Berati pothuajse i gjithë, edhe periferit, edhe nga qytetet të tjera, ju ka ardhur shumë keq për këtë ngjarje kaq të rëndë që më ndodhi, ishte e papritur. Edhe data 23 për mua ishte një ditë e zezë, e papritur, asnjëherë vajzën nuk e kisha të sëmur. Në kuptimin e sëmur, virozat janë për të gjithë fëmijët, i kanë kthyer fëmijët, unë dhe vajzën e madhe 2-3 herë, mos më shumë, që i kanë kthyer virozat. Vajza pas pushimeve të ftohta të vitit të ri, që u shtytën shkollat, në datën 16 filluan shkollat, vajza shkoi 2 ditë në kopësht. Ditën e mërkur, sikur bëri temperaturë, ishte pa qef, e i matëm temperaturën, pa për 39 vajza. U shqetësuam, e morëm ditën e mërkur, e çuam në spital, si mjek specialist, se ne kishim dhe lagjet, po më tepër në spital, si besoni më shumë tek mjekët e drejt për drejt të pediatrisë. Pra Ana shkalove mikun e familjes? Po, edhe e quam atje tek doktoresha, tek ajo doktoresh kisha qelluar gjithmonë, dhe me të tjerët, kisha qelluar me Flora Gjanin, kam qelluar me vajzën tjetër, edhe me doktor Vladimirin, edhe me doktor Jasharin, këta doktor që ishin të pediatrisë së Beratit. Shkova e vizitoj vajzën, e pa, vajza ishte, jo se do e them se sot më shlarguar nga jeta, po ishte një fëmijë inteligjent, ishte në kopësht, ishte një fëmijë që ishte shumë e dëgjueshme, i bindej se vajza e madhe nuk para dhe i bindej doktorit shumë, e shikonte si një gjë të frikshme, nuk pranonte për të vizituar, kurse ajo me gjitha të bindjet e saja, ju bind doktoreshës, i thash doktoresh, ti bëj analizat vajzës, i thash se ka merak, tha, po çfarë ka vajza ty me për analiza, tha, thjeshta një viroz ka, tha, dhe japi pa grykët, e tha viroza, ka viroza, tha, janë skuqur pak bajamit, tha, dhe ja këte asgjë s'ka vajza, edhe më jep një sherupin Rinostop, marr recetën dhe shkoj në farmaci. Sa shikon farmacistja recetën, më thot, për kë e do këtë sherup? I thash unë për vajzën e vogël, jo, tha, kjo në asnjë mënyrë s'është as për vajzën e vogël, as për të madhen. 7.5 ml, tha, kjo për këtë moshë, unë nuk e jap, tha. Më falë që e them, tha, ajo doktoresh s'ka qenë në Terezi, tha, nuk dua ta di se kush është si doktoresh, tha. Por nuk ka qenë në Terezi, tha, unë thjesht i jap, tha, një Tylenol, tha, edhe mund të shkosh te ndonjë doktor tjetër që ose vajzat ka probleme, tha. Kjo. I mora ca Tylenol, po ja jepja vajzës për të pirë dhe vazhdoi bëri edhe një herë natën temperaturë. E çoi bashkëshortit të nesme ditën e enjte. E çoi në spital dhe i thot doktoreshës, po ky sherup thotë keni dhënë të gabuar, jo, thotë në asnjë mënyrë jepja një sherupin ta pi dhe vajza tjetër, thotë. Ti parandalosh gripin se po e mori njëri virozën, thotë do kaloj dhe tek tjetri. Po megjithatë do të shko poshtë në katë parë, thotë, dhe bëj një skopi. Shkon bashkëshorti poshtë, i kishte bërë skopin, se unë atë ditë isha në punë, i bën skopin dhe skopia i del shumë mirë vajzës. Edhe e merr vajzën dhe ikën në shtëpi. Atë sherupin në Rinostop ne nuk ja përdorëm. Kishte dhënë 7.5 ml sepse nuk na rekomandoi farmacistja. Biles bashkëshorti e tha, i besoni doktorit, të themi, të jemi të sinqertë që i besuam. Thoshim që pse më shumë di farmacisti nga doktori, por ne nuk ja morëm këtë. Thash ditën e premte nuk i bëra njëra analizat vajzës për merak, se virozat kanë rënë edhe t'i bëj njëra analizat. Shkova të premten, i tentova për analizat, po, tham, dha recetën, shkova poshtë, rekomandimin që bëra analizat, urinës dhe të gjakut, tha të presër, sa të mbarojnë ato, ta fusim në serum. Po të njëjtën gjë bëra, po prisja, pa pritur ato më thama sa ta fusim pak fare serum do t'i jap, tha, thjesht antiviroze, tha.
pak fare serum, më thama. Po ju e dini doktoresh, thashun, tek ju e kam besimin. E filloj serumi pa bërë analizat, pa dal analizat, pa dal analizat. Kur vjen, unë vajzën e vendos në serum, vjen bashkëshorti, doli për të marrë diçka, isha me të dyja vajzat, përsëri kisha me vete mirë analizat dhe ja jep doktoreshës. Sa i shikon Xham Tirana, thot, kam dal. Asnjë gjë, pak serum, thot, antiviroz, do t'japim ja 2-3 ditë, thot, vajzës. I dham 2 ditë serum, ditën e 3 ditën e hënë, ku për mua ishte një ditë e zezë, si për mua dhe për vajzën dhe për familjen dhe për të gjithë të afërmit e mi. Shkon bashkëshorti ditën e hënë, ecën para, unë po ecja pak me nga dalë dorë për dorë me vajzën që më humbi jetën. I kishte bërë vizitën sa arrita unë të roqa një 2 lekë që më duheshin edhe në bankomat dhe nga pas, se vajza po t'ishta, unë e mirja në shtëpi vajzën, i bëja serum dhe i mirja, po ta kisha në gjendje të rënd vajzën, nuk kisha pse i bëja serum dhe i mirja në shtëpi. Unë mund t'a silja në Tiranë, mund t'a çoja kudo. Pra 23 janari, ora 11, kur vajza ka humbur jetën, ka qenë dita e 3 e serumit, apo jo? Po, dita e 3 e serumit. Vajza e madhe shkoi, kishte bërë një vizit dhe kishte dhënë një shërup edhe vajzës tjetër. Pastaj shkoi unë, i thot, i kishte thënë bashkëshortit vajzës tjetër, do t'ja ndërroj pak atë, do t'jap një ilaç tjetër. Po ti e di, kishte thënë bashkëshorti doktoresh, ti e kompetente për këtë punë. Sa shkoj atje, më thot mua, bashkëshorti e vizitova vajzën e madhe, i mora një shërup, thot, dhe i ka ndërruar vajzës tjetër, shkote dhoma, thot, di bëj prap. Unë me sinqeritet ato dite, do shkoja në spital që ti thoja që hiqi vigonin, dhe thjesht tek specialisti edhe kam fol në telefon, me specialistin Çim Hysi ato dite, të bajameve, të kokës, me doktorin e kokës, edhe më tha të vishta në çdo moment më ke në dispozicion, tha. Unë vajta që t'interesohesh edhe për vajzën tjetër. Kur ajo tha i kam ndërruar këtë, unë shkoj në dhomë. Atje, infermierja, nuk ja dim mbi emrin, po një Zare, një infermiere quani Zare, dora e vajzës ishte fryrë, kishte bërë matom, dhe ajo e merrte serumin dhe ja shtynte vajzës. I thash unë, ua, po çfarë bën? I thash unë atij, po 2 pika ilaç kam, tha se kush e di çfarë kam, tha më. Jo në asnjë mënyrë, thash unë ndërprite. Pse tha duhet shkosh përsëri vajzën? Po përsëri, thash unë. E merja gjen damarin, i ndëron vigonin, edhe merr serumin vajza. Më thot, mami, unë dua fletorin e asaj shoqes tek krevati tjetër. Shkoj i marr fletorin, po dua dhe stilolapsin. Ku në darkë kur kishte bërë serumi, kishte lënë një laps atje, tha se më humbi lapsi, tha. Mori dhe mbushi një faqe me pesa. Pra, në njërën dorë bënte serumin, në dorën tjetër? Në një dorë, po, ajo dhe 2 ditët e tjera këndonte, ose donte të fliste me dikën në telefon, nga njerëz me motrën time, me mamin tim, me njerëz të mi të afërm, ishte fëmijë shumë inteligjente dhe shumë e bindur. Vajza e vogël. Për moshën që kishte ajo ishte shumë e prirë, jo se po them se si jeton sot, po është i gjithë populli i Beratit janë shumë të prekur për atë vajzë. Kur e pan që iku duke kërcyer rrugës dhe duke luajtur që shkojnë në spital dhe si erdhi. Janë shokuar të gjithë. Sa mbaroi serumi normal, unë i masa temperaturën se kisha merak. I mata temperaturën e kishte 38,5. Vajza, unë sa i heq termometrin, vajza mami ftohtë. Mami kam ftohtë dhe dridhe, mami ftohtë. Jo dha xhupin tim, jo dha xhupin e saj, vajzës dhe marrë 2 batanie, se unë nga që të shoja dhe një batanie time që e kisha, nuk mirja shumë gjera se i kisha shtëpinë afër. Edhe e marrë 2 bataniet e shoqes që kisha në krah, e mbështjell vajzën, vajza po më thoshte prap kam ftohtë mami, kam ftohtë. Edhe unë thash ta çoj te doktoresha se në mes të doktorave isha. Ku do ta çoja? E çoj tek dhoma e vizitave, doktoreshi thash vajza më ka, po më dridhet, më ka ethe vajza. Edhe kjo i ngre rrobat lart kështu dhe ja bën me dorë. Wow, thot reaksion, thot kjo shpejt, thot. I thash doktoresha ta ngrof pak, mos i hyn ethet nga sër, mos ka ftohtë. Ik, më i tha Flora Gjani këtu ku bëjmë ne, vizitojmë ne fëmijët, tha, ti tha do ngrosh vajzën, ec me te dhoma ku ishe shtruar, më thot më. E marr vajzën e çoj te dhoma nuk fola, e marr vajzën dhe e çoj tek dhoma ku po bënte serumin, vjen një infermiere e quani Nurani që i bënte, i shpejt tha ultrakortenin, i tha doktoresha, edhe vetë nuk erdhi, po i tha infermieres shpejt ultrakortenin, tha dhe sumposto, i tha. Unë nuk e kuptova pse i vun 2 sumposto në të ndenjtura. Më çfarë po bën mami im, ishte dhe mami im atë ditë, çfarë po bën? Ik më nane dili jashtë, ajo është në duart tona, tha. Rime mos flisni kështu pse ndorryni, tha, bëni ndoryrje kot, tha. Pastaj njët ma marr vajzën, as nuk e pash me se më foli në atë moment me vajza se s'foli e morën dhe drejtën në reanimacion. Unë mora çantën ato 2 gjëra që i mblodha dhe që të eca me vrap duke qarë, pastaj sikur ma parandiju trupi dhe shpirti se çfarë do ndodhte, u mbyta në lot dhe shkova në reanimacion, vajza e vum në qetësi. U vura me njerë, vajza, u pref me njerë,
Edhe rrit tani se e ke në gjumë dhe vinin infermiere, lloj infermieresh dhe vendos ilaçe që hidhin në serum. Edhe i thash njerëz nga ato, "Më çfarë po bën?" I thash. "Po ti nuk merr vesh", më tha, "Po si më nuk marr vesh?" I thash unë. "Për fëmijën tim", e tha, "Po i bëj tha luminal, tha për qetësi, tha." Vetë tek doktoresha, vajza në atë moment i mbante syt gjysmë të hapur. Vajza ishte e gjallë, po që syt i mbante kështu, i mbante gjysmë të hapur vajza syt. Edhe mua nuk më pëlqeu shikimi i vajzës, reagimet e vajzës nuk më. Dhe shkova tek dhoma e vizitave dhe i them, "Doktoresha, mua nuk më pëlqen vajza." Ja, se do vi të mbaroj vizitat, kam ca kartela për të plotësuar dhe do vi. Erdha prap në dhomë, shiko vajza s'më pëlqente, shkoj përsëri, "Doktoresha, të lutem të shohu se vajza nuk më pëlqen", po i thosha. Ja se na vjen një doktoreshë roje sonte ne, është nga Kuçova, vjen bën një natë roje këtu në Berat dhe doja lë porosia saj, "Ti sonte do rish këtu në reanimacion", edhe vajzën e ke në gjumë mos e vri mendjen fare. Ika dhe herën e dytë, shkoj herën e tretë, pastaj thej, "Moj, do të shohesh ti?" I thash unë, "Të lutem, të shohu se vajza nuk e kam mirë, nuk më pëlqen fare reagimet e vajzës." Edhe kjo vetë përsëri nuk po të thosh, "O, doktoresha Flora Gjani, po rrimë", i tha, "Vajzën e ke në gjumë", tha, "Vajza as krizë nuk të pësoj", që ato nuk ju afruan njërë të ku e pan ato që nuk pësoj vajza. Ato nuk ju afruan njërë të koka. As një herë, erdhi Flora Gjani se kishte një paciente në vetë atje që e ndiqte vetë, asaj foli dhe ja bëri kështu, "Ha, ju mirë dhe iku." Ha, mirë, edhe bashkëshortit në përshkallë i kishte thënë që as gjeska vajza, ju i kaloi të gjitha shumë mirë, kur ato nuk qenë prezent as një herë të koka e vajzës, dhe në ndërkohë ajo lajmëron shefin e pavion të reanimacionit, Vladimir Kumarakun, në ndërkohë që vjen zoti Vladimir Kumaraku, e shef vajza flet atëre. Flet thot, "Babi dua sukon." I thot, "Me njëherë bashkëshorti i jep sukon, ajo nuk e thith." Atëre dhe bie vajza. "Lri thot mos jep as një gjë, thot ai, asgjë mos jep." Edhe fillon e prek vajzën kështu me dorë, "Me zemrën me mbushkrit jemi mirë", tha. Tani kur vajza foli, reagoi, si s'dhan mundësi, "Doktor, të ta nisim vajzën për në Tiranë, jo në këtë gjendje, do ta përmirësojmë ne gjendjen, nuk e çojmë në Tiranë, do ta përmirësojmë këtu gjendjen." Vajza filloi, pastaj vetëm zemra i punonte, pastaj vajza nuk reagoi më, vajza u djersit komplet, shkoi bashkëshorti vrap në shtëpi, kishte marrë një makinë aty, shkoi në shtëpi, merr rroba, i sjell aty, e marrim e ndërrojmë vajzën, dhe e fërkojmë vajzën, filloi unë me të përtitur, më thot zoti Vladimir Kumaraku që po të foli ty, ajo të lumë ty, unë po flisja Eiza, mami, këtu, Eiza, e pash që jeta e vajzës mori rrugë tjetër. I thash, zoti Vladimir, të kam vëlla, do jesh daju ai katërt i Eizës, në familjen time, ata të gjithë do minin me Rita, nuk është puna tek ana materiale, pa ata do bënin një mrekulli, po të kishin shpëtuar Eizën e vogël. Do bënin një mrekulli në qoftë se do kishin shpëtuar jetën e vajzës, megjithatë ti e 2 muaj gjysmë mbas humbjes së jetës së vajzës dhe fajson pikërisht 3 mjekët e pediatrisë së Beratit. Edhe infermierët e gjithë. Edhe infermierët. Do rikthehemi vetëm pas pak. Ata që morën pjesë, për ata bëhet fjalë, po. Anil edhe tek zoti Xhevair, me këto detaje për t'u admiruar nga një zonjë e cila nuk ka dalë ende nga procesi i ZIS, po çdo detaj të treguar në këtë studio do të thotë që ajo ka luftuar shumë për vajzën e saj 3 vjeçare. Pak publicitet dhe do rikthehemi menjëherë në studio. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, po flasim për rastin e vdekjes së një 3 vjeçare me datën 23 janar të këtij viti. Nëna e saj ka treguar me detaje mënyrën se si ka kontaktuar me 3 mjek të pediatrisë së Beratit dhe më pas rreth mesditës voglushja ka humbur jetën në ditën e tretë ku shkonte vazhdimisht pranë spitalit të Beratit dhe merrte serumin ditën e tretë. Nëna ka treguar se vajza nuk vuante nga një sëmundje e veçantë. Kjo është pretendimi i prindërve të 3 vjeçares me mua në këtë studio, por do zbulojmë pas pak detaje të reja se çfarë ka ndodhur me voglushen, gjithmonë duke ju referuar edhe palës tjetër mjekve me cilën po kontakton në këto momente gazetarja dhe psikologja Ervisa Lula. Ju thoni pra zonja Anila që vajza nuk ka vuajtur nga një sëmundje e veçantë në 3 vitet e para të jetës. Jo, absolutisht asnjëherë vajza nuk e kam pasur të sëmurë. Po them që vajza i shikoja
dhe në krahasim me parametrat e vajzës së madhe ishte shumë inteligjente. Ishte fëmijë, ishin krejt natyra të ndryshme. Mirë, do flasim jo vetëm për inteligjencë, por do flasim edhe për çështjen fizike të vajzës, vetëm pas pak, por do ndalojmë në një tjetër moment. Sa herë në 3 vitet e para të jetës, vajza ka shkuar her pas here në pediatrinë e Beratit? Ajo të hapi kartelat, i shikoj atje në spital. Tek mjeku i familjes sa herë ka shkuar vajza? As te mjeku i familjes nuk ka shkuar, shumë rrallë. Si bjen virozat njërë në vit për një sheruk. Pse shmange mjekun e familjes herën e fundit ku vajza gjeti dhe vdekjen? Pse e shmange mjekun e familjes? Jo, e kisha çuar dhe herë të tjera vajzat drejt për drejt në spital. Kisha atë besimin më tepër, tek më dukeshin mjek specialist dhe si meraku i prindrit për shumë. Në qoftë se bën një llogari zonja Anila, sa herë ka shkuar vajza në spital nga momenti kur ka lindur deri kur gjeti vdekjen? Jo, nuk më ka shkuar vajza, shumë rrallë. Shumë rrallë. Vajzat i kanë pasur shumë mirë me shëndetin. Sa ishte pesha trupore e vajzës? 14. 14 kg. 15 kg. 14-15 kg. Pra kishte një peshë trupore normale, apo jo? Normale. Po, normale gjitha dhe matjet të to, unë ja bëja kisha merak për të dyja, dhe më thoshin mjekët që edhe tek lagja që i kisha çuar për merak. Absolutisht nuk pra, shumë mirë vajza. Pra nuk ishte ndonjë sëmundje specifike përveç virozës për cilën e po flasim? Në rast se ajo do kishte një sëmundje specifike, unë nuk isha pse të isha sot këtu. Po të isha me dije që vajza më vuante nga një sëmundje, me dije nga mjekët, nga të gjithë, s'kisha pse isha. Do isha e vetëdijshme sepse në jetë mund na ndodhin gjëra që nuk shërohen, nuk isha pse të vija këtu. Ja bëra fëmijës tim të gjitha, e çova ku do mundesha për fëmijën tim, do bëja të pamundur në rast se mjekët do më thoshin që fëmija të ka këtë sëmundje, do ta çosh në Tiranë, jashtë shtetit, e kisha mundësinë, kisha njerëz të afërm që do më ndihmonin, nuk do më linin atë, po kjo ishte pa kujdesie mjekëve të Beratit dhe pa besia që më hëngrën për vajzën, që më thoshin vajzën ta vendosëm në qetësi dhe vajza nuk të kaloj asgjë. Zonja Anila, të bëjmë përshtypje, përse po të pyes për peshën trupore, për ndonjë sëmundje specifike? Sepse ato kanë lidhje të gjitha, sepse ato kanë, unë e di dhe kur jepet masa, unë jam intelektuale vetë, i kuptoj të gjitha gjërat. Prandaj them me sinqeritet që vajza nuk më ka vojtur nga asnjë sëmundje përveç të një virozë njëherë në vit që na zot të gjithë, për shembull, fëmijët e marrin dhe nga fëmijët. Besoj se kam mirë kuptimin tuaj, sepse gjatë hapësirës publicitare kisha mundësi në kufje të komunikoja me gazetaren përgjegjëse të rastit, e cila po komunikon me 3 mjekët, emrat e të cilëve unë do t'i përmend vetëm pas pak dhe më duhej me mirë kuptimin tuaj t'i bëja këto pyetje, edhe pse ndoshta pyetjet e mira ju shqetësojnë. Por pas pak do kemi njërin prej mjekëve i cili ka pranuar të jetë drejt për së drejti me ne. Një mjeke e ka të fikur numrin e saj të telefonit, ndërsa mjekës tjetër nuk kam pse të bëj unë zëdhënësën e saj, ne kemi ftuar, ajo ka folur për gazetaren, unë ja u bëra pyetjet që mendoj nga komenti i saj tek gazetarja, por ta u bërë këto pyetje, po çfarë ka thënë mjekja për gazetaren, mjekja duhet të vi në këtë studio të përballet me ju nëpërmjet lidhjes telefonike, sepse kështu tregohet transparenca dhe jo të... unë jam gati. Të aludoj, jo, mjeka nuk ka pranuar. Ajo e di pse nuk pranon, unë jam gati të përballem kudo, për një fëmijë që nuk e kisha asnjëherë sëmur. Thash përveç virozave që fëmija po të ishte sëmur nuk mund të ikte dorë për dorë me mua, po do rrinte, do ende spitaleve. Mjekja ka pretenduar se ne nuk mund të dëgjojmë vetëm njërën palë, por unë prandaj po i telefonoj edhe njëherë mjekje në syrin tuaj, në sy të gjithë publikut në këto momente, për treguar transparencën e emisionit ton. Ju lutem regjia të kemi mundësi të lidhemi drejt për së drejti me mjekën, e cila do pranoj apo jo tashmë në këtë studio të jetë prezent me anë të kësaj telefonate. Ka pretenduar te gazetarja që nuk duhet dëgjojmë vetëm njërën palë. Ka dhënë komentin dhe versionin e saj, megjithatë duhet jetë ajo vetë dhe jo nëpërmjet zërit tim përballë këtyre prindërve. Presim pak çaste. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Zonja Shprisa është larguar. Kjo është zgjedhja e mjekës për të mos u përballur me prindrit. Prandaj zonja nuk ka drejt pretendoj që ne dëgjojmë vetëm njërën palë. Ne do dëgjojmë të dyja palët, zonja Shprisa, dhe më pas verdiktin e japin të ftuarit e mi, 2 profesionistë të fushës, njëri avokat dhe tjetra psikologe. Më pas është drejtësia ajo që do vendosi përfaqësinë apo
për pafajësinë e zonjës Shpresa. Pra, jemi transparent. Telefonojmë zonjën Shpresa për dhënë dhe ajo versionin e saj. Atëherë, se çfarë ka thënë pikërisht kjo mjeke, ndjekim një sinkron ku shkurtimisht përmendet pretendimi i kësaj zonje se çfarë ka ndodhur me 23 janar të këtij viti dhe unë dua të falenderoj korrespondenten Enida Petova. Ne si do ta japim atë nektar, do bëjmë autopsi çdoni. Tani ata nuk janë dakord me atë diagnozën tonë. Ne si do t'ja japim? E mbani në shtëpi tregj. Bini sa me mjekimin. Ne do të çojmë në Strasburg. Unë jam e qetë për diagnozën, për mjekimin s'ka bërë asnjë lloj gabimi. Ne si do ta japim atë nektar, do bëjmë autopsi çdoni. Tani ata nuk janë dakord me atë diagnozën tonë. Ne si do t'ja japim? E mbani në shtëpi tregj. Bini sa me mjekimin. Ne do të çojmë në Strasburg. Unë jam e qetë për diagnozën, për mjekimin s'ka bërë asnjë lloj gabimi. Pra, pikërisht në këtë intervistë gazetares Enida Petova, zonja Shpresa ka pretenduar se është e qetë përballë prindërve, prindrit e merrnin dhe e çonin, siç kanë diskutuar edhe në pjesën e parë të transmetimit të këtij emisioni, teksa e kemi ftuar këtë mjeke të jetë përballë prindërve, ka pretenduar që ne si media nuk duhet të dëgjojmë vetëm njërën palë. E kemi telefonuar live, drejt për drejt, kemi pretenduar që zëri i saj dhe pretendimi i saj të dëgjohet në këtë studio, megjithatë, disa pyetje nga komenti që ka bërë për gazetaren dhe psikologe Nervisa Lula, unë me mirëkuptimin e prindërve dhe pse e kam pasur të vështirë përballë tyre, ja u kam bërë pyetjet. A kishte një smundje specifike voglushja 3 vjeçare dhe çfarë peshe trupore kishte? Kjo nënkuptohet që zonja në fjalë ka pretenduar për një peshë trupore më të pakët dhe për një kartel, mori kartelash që voglushja 3 vjeçare ka pasur. Kush është e vërteta, i mbetet tashmë drejtësisë. Ne pam edhe fotot e voglushës, ku nuk tregohet pesha fizike që ka pretenduar mjekja për gazetaren Lula. Atëherë, zoti Xhevair, do rikthehem tek ty, mbasi dëgjova bashorten tuaj, mjekja nuk ka dashur të jetë përballë jush, duke pretenduar se po dëgjojmë njërën palë, nuk është e vërtet, ne i dëgjojmë të dyja palët, mjekja edhe në transmetim të drejt për drejt nuk ka dashur të jetë përballë jush. Pse, zoti Xhevair? Mjekja tani është fajtore. Pse mendoni ju se është fajtore? Mos nëzitonin do pak duke nxjerrë konkluzionet tuaja? Jo, për peshën e jam, ka them vetë, peshoje sa vjen. Ha 14 a 15, më duke 14, të jemi sigurt atje. 14, e ke normal, më thamë mua, për këte. Dhe që pas ka si jetë, më thamë mua, je në rregull, më thamë mua. Ti a ben kot edhe analizat, ja kam ma unë poshtë analizat e gjakut. Qupës. Ka qenë këmbgulja juaj për t'i bërë analizat? Po, s'do Nuk donte. Në asnjë mënyrë moj ta çoj bësh analizat ti. Çupën e ke normal, thamë. Ti me gjithë ata e çojmë në son pak tha. Ku vajta më para. Ju keni vendosur dhe fotot që unë kam sjell fotot nga vogëlia që vajzat duke se kush është. Megjithatë, duke që kanë një zhvillim normal. Kam dhënë foton një ditë apo 2 ditë para kur vajzës i kam prerë baluket që akoma më rritur dhe i kam sjell, por nuk i keni vendosur. Megjithatë, ato foto tregojnë që vajza ka pasur një fizik normal, jo siç ka pretenduar te gazetarja zonja Shpresa. Ajo ishte një vajzë që e kishte zili gjithë Berati. Një fëmijë që e kishte zili, kush e shikonte, unë dhe shtruar në spital se ndërpreva bashkëshortin, thash është më e vogël, aty është më e vogël vajza, kur kishte mbesën e vetë të shtruar dhe izolos në kuptimin kështu, pa ndonjë, thoshte sa më pëlqen kjo fëmijë. Tënde ne kem, thoshte, po ti me kuj doja kem, thash, sa më pëlqen, po ja keni atë mbesën tuaj, thosha unë, e keni njësoj me vajzën tjetër timen të madhen. Jo, kjo vajza jote e vogël që nga shumë, më të req ka shumë, thoshte. Dhe po e përgëzonte si ishte fëmijë bindur. Kështu që vajza... Kaloj tek bashorti juaj, i cili, po si ju ka ndjekur atë ditë, të gjitha zhvillimet, sepse ju patët një ndales në bankë, më thatë, dhe bashorti ka shkuar për para jesh. Jo, me vajzën e madhe, unë me të voglën e kisha unë. Në rregull. Atëherë, dëgjojmë edhe zotin Xhevair. Morat madhe, i ka për para. Se ja kishe pak frika e madhja, nga doktorat. Hajde thash unë të djetë pak ujtë e dora, ta shikoj me, për ta afruar atje. Zdonte, më tha mua jo, s'ka gjekjo, më tha mua. T'jap një ashtu, tha dhe për të një recet, me një lache dhe për te, në regu, thash. Ku se sajtë dhe vogël, ja ndërrova atë e kurin, tha, ja kam bërë më të fort, tha. Ti e doktoresh, thash. Ti e di, thash. Në regu, mos e keme aku, tha, për s'ka gjekjo, për ti kote bje, më tha mua.
Këtu tha. Po t'ishte kote ma e shpite shumë. I thashë, po këtë bahajtë, tha, nëzijet e meraku, më tha ma kjo. Dakor. Nëse, e shumë ma tjetë e Sorumi, për të thënë Sorumin, unë zbrita poshtë, me qupën e madhe i mora jamit, asede, për mos ta parat e aty me Sorume. I herda lartë. Ku herda lartë në 10 minuta, kjo e kështë hegjur atë. E tha, babi tha, kam fëtot, tha qupa. Në të ku. Me vrap me qumë atje, te doktorisha. Se është për këta punktu, është për vizita, thaja. E qëni të loma, thaj, kjo është lafosje nusja. E qëni të loma. Vajmë të loma ne, ati su marrë vesh me. Një e ikte, një e vinte. Nga dhoma normale... Ata që iknin dhe vinin sepse bashkëshortja juaj, zonja Anila, ka pretenduar se nuk kanë qenë mjekët, ata që shkonin dhe vinin, po kanë qenë pikërisht infermierët. Jo, infermierët. Infermierët nuk morën pjesë, fare. Nga dhoma Vajza në atë gjendje që ju thoni, Vajza ishte normale te dhoma normale. Vajza, vetëm kishte ethet, e të shuam tek dhoma e vizitave, më thanë shko te dhoma normale, ku meri sërumi normal. Po shkova atje, erdi infermierja dhe i bëri në krah ultrakortenin, i vendosën dhe 2 posto nga 250 në të ndenjura, vajzës. Pastaj aty, si shtashi, po qante mami, po qaja dhe unë u shqetësova dhe unë. Jashtë mase, thash, ato ma morën pastaj nga duart vajzën dhe ikën drejtë në reanimacion. Kaloi vajza me njerë, se doktoresha pretendon sikur ajo nuk kaloi nga gjendja e rënd në dhomën normale dhe pastaj kalova në reanimacion. Ajo kaloi në moment vajza. Kur i bët një analizë situatës, më basi ndroi jetë vajza. Kur e kuptuat ju dhe keni fajsuar 3 mjek tashmë? Jo 1, po 3. E muan ata, në moment fare, ku dha jetë e muan atë. 10 minuta para. Sa e mini, tha. Erdi urgjenca që morë. 4 ditë kemi lënë shtëpia me doktorat për vete. 4 ditë, pa përmendur. Në krye 4 ditë ne, si u përmendëm ne, po të që ku është qupa, atë i menje pak. Hajde ali, thënë ata. I tha, motra, këta. Majtë bua në polici, në kërë 7 dite, apo një gjatë tjetë. Po, në datë 29 kam bërë kallëzimin në polici. Di asa spitali, se ku shëmoj i fëminë, se ku vajtë atë zënje. Kur filluat pikërisht nga jo, çfarë ju kishte ndodhur dhe nuk ishit kuptuar gjë, as në varrimin e vajzës, as në... ishim në varrimin e vajzës. Ishit në varrimin e vajzës, Nuk ishim në gjendje, edhe në spital. Më duket sikur ka ndodhur, sikur ati kam parë një ëndër me të përshtitura. U kthjelluat një javë më pas. Po, u kthjelluam që çfarë... I bët analiza saj situate që ndodhi, apo ju mori ajo euforia e momentit, zemrata e momentit që kishet humbur vajzën? Dhe nuk po i kishet më ndërsytuaj. Po, normale, nuk diskutot ne në spital, ne nuk në mbështetja. Analizë situatës, i bët një analizë me vetë-vetën tuaj, për para se të denonconit mjekët? Arritët të kuptonit qëfar kështë ndodhur? Po, normale që e kuptuam qëfar kështë ndodhur, po përsëri na duke ëndër, e mendoni me ëndër për momentin. Na duke ëndër, edhe dhe sot na duke sikur ka shpar diku dhe vajza do na vi. Vajza ishte sikur flinte. Pra, po i fajsoni me të drejt apo me të pa drejt mjekët? Jeni akoma në atë tensionin? Shumë të drejt, jo, në asë një mënyrë nuk jemi të tensionuar. Pra, të gjithë situatës i keni bërë analizë, dua të them. Shumë se pavarësisht, unë e përjetova me mendje në kokë në këtë kuptim që pavarësisht të gjitha atyre, gjitha i hidhërim që nga jeta ime asnjëherë nuk do largohet, sa të jem, sepse vajza më thash dhe njerë më ka ikur, dhe e them për mjeken që s'do të harroj asnjëherë kur për pa drejtësinë që më ka bërë. Tentuat i takonit mjekët? Tentuat i takonit mjekët? Bire kishin dëgjuar aty, mua më dhej që unë tha s'do të di për të tjerta, kështë të në të shkallët. Kush nga mjekët? Doktoresh Presa. Se pe ka të një fëmijë, u hodh në palati, ku në durë, se di ku u hodh. Ai, tani pse vdi gjotit në vdeshet mitë, s'do të mu i ku imi, tha, do të ditë për të tjertë. Kështë të e këshin duar ata të spitalit aty, ku se ky doktori sa ka i, kishte thënë, ta gjej qatë diagnoze ka vënë Shpresa. Po ja tha me sy doktori, kur erdi Vladimir Kumaraku, kur ka ardhur, më falin sekund, Vladimir Kumaraku, kur ka ardhur, shefi pavionit, kur erdi që pa për vajzën si që tregova pak më parë, unë po i lutesha doktor, bëjesh ç'është e pamundur, të bësh të pamundurën për vajzën, unë nuk ditë që të bëj për juve, do jeni njerëzit më të afër të mitë, nuk do ju kursejmë për asgjë, vetëm të më shpëtoni jetën e vajzës. Doktori tha, unë për një orë, tha, do kthehem, tha, sepse do ha bukë në shtëpi, më thot mua. Këtej, unë e mund për shikoja që ai po shkelte buzë dhe sy, po jepte shenja kolegëve, të gjithve që kishte rreth e rrotull, që vajza mori... ishte drejt largimit nga jeta. Megjithatë ju e fajsoni doktor Vladimirin? Po,
Pse e fajsoni? Unë e fajsoj doktor Duke qenë se Vladimirin. ai e ka gjetur në pikën më kritike të jetës vajza. Vajza foli në atë Foli moment plasuku, më ka thënë dhe mua. ai nuk ju afro me asnjë lloj ndihme, vetëm thjesht i prekte kokën. Vajza foli, kur një fëmijë flet duket që do të thotë që ajo e mori fuqinë e saj, foli, edhe pse u bombardua me gjithë ato doza të rënda. Një fëmijë vetëm 3 vjeç, aty erdhën 20 infermierë dhe nuk dinin një anormali që pa shun atje dhe edhe Me ju fola. thoni të 3 mjekës si shpresa Vladimir dhe Flora kanë pasur... Neglijent të papar. Jo, kanë pasur edhe ato kundërthënie me njëri tjetrin, pra kanë kaluar nga njëri koleg në tjetrin. I kam shkuar liçën xhep. Megjithatë, i vetmi që është përgjigjur ftesës emisionit ton përballë jush është pikërisht zoti Vladimir. E mirëpresim dhe dëgjojmë zotin Vladimir. Përshëndetje zoti Vladimir. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën e emisionit Me Zemër të Hapur, po flasim për një ngjarje të rëndë, aq më pak kur ka humbur jetën një 3 vjeçare me datën 23 janar të këtij viti. Besoj se e mbani mend çiftin Drasa dhe voglushen që humbi jetë në pavionin tuaj. Do doja të dija mendimin tënd si profesionist i fushës. Në çfarë gjendje gjetë vajzën dhe pse sipas këndvështrimit tuaj ka ndruar jetën voglushja? Tani nga i shprehni njërin nga ngushëllimet tona të dy prindërve të vajzës, pavarësisht se unë ja kam shprehur dhe diatet në takimet që kemi pasur. Ngjarja sigurisht që është e rëndë, jo vetëm për familjarët, por edhe për vetë shërbimin, sepse është një ngjarje që ndodh brenda institucionit. Ne kemi trajtuar me seriozitet dhe me përgjegjësi profesionale. Sigurisht që Të lutem, ta lëm të përfundoj doktorin, të lutem zonjani La, po doktor. po, me përgjegjësi profesionale, sigurisht që familjarët nuk do të jenë asnjëherë dakord me mendimet që do të japin ne sepse kanë humbur njeriu në tyre të dashur, por problemi është i tillë, konkretisht. Në momentin që unë kam parë fëmijën në reanimacion, fëmija ka qenë një gjendje shumë të rëndë që ne themi një gjendje terminale, që nuk reagonte ndaj asnjë ngacmimi jashtë. Me një temperaturë trupore të lartë që shkonte rreth 41 gradë, ka vatë 41.6 gradë Celsius. Me fenomene që ne, e kemi shpjeguar në sqarimet që kemi dhënë autoriteteve tona këtu, drejtorisë spitalit dhe informacione që kemi përcjellë në Ministrinë e Shëndetësisë, me një gjendje që ne nuk e kemi hasur në rastet e tjera, sepse temperatura trupore ishte shumë e lartë, ndërsa anësit ishin të ftohta dhe me djesë profuze, me djesë të shumta. Po ato që ke modifikuar, ato që i ke kthyer kryeministrit nuk janë të vërteta, zoti Vladimir, se ju Zoj, më falni, unë thash që ju do të vini asnjë dakord se keni humbur fëmijën tuaj. Anila, nuk tajmë asgjë çfarë ka ndodhur. Tani të flas dy fjalë dhe pastaj dhe shkëndemi dhe bashkë. Keni të drejtë. Ta lëm të përfundoj, të lutem. Po. Tani, që nga momenti që jam thirrur për ta parë dhe deri në momentin që jam larguar, kanë kaluar mbi 2 orë gjysmë. Po. Që kemi dhënë ndihmën në të gjitha preparatet që ne mendonim se do të na ndihmonin për ta nxjerrë nga gjendja dhe fëmia nuk reagoi. Kam komunikuar dhe duke ja bërë prezent gjendjen familjarëve. Vëllait të zonjës që është aty ja bëra prezent deri në fund. Tash dhe në momentin që unë jam larguar që zonja e tregon si moment pa kënaqësie, ishte sepse unë s'kisha dalë as të pinja një kafe, se po rrinja, do të thënë 2 orë gjysmë te koka e fëmijës. Dhe i thash, ne kemi bërë gjithçka, unë tani po largohem për momentin, por në qoftë se ky nuk reagon për 30 ose 60 minuta, ne kemi humbur si fëmijë. Do të thënë jam larguar në momentin që nuk shikonja më momentin që do të na rikthehesh pra fëmia në jetë. Po, në çfarë gjendje ka ardhur pikërisht në pavionin ku ju jeni shef? Fëmia, rreth çfarë? Në momentin që kam parë unë tash që ishte, mbasi ishte trajtuar në repart, mbasi ishte edhe ndihma e parë për gjendjen që kishte parë mjekja, o thënë aty ishte një gjendje të rëndë tash, një gjendje që ne në mjekësi e quajmë gjendje terminale. Pra, zoti Vladimir, për ta kuptuar nga dhoma dhe ajo çfarë ka ndodhur me voglushen, në repartin tuaj, në pavionin tuaj e sollën në gjendje shumë të rëndë, që ju nuk kishit se çfarë të bënit. Apo jo, zoti Vladimir? Po. Por, sipas këndvështrimit tuaj, duke mos dashur të bësh palë me kolegët e tu, të flasësh edhe në emër të prindërve,
Çfarë mund të ndodhur me voglushën? Tani fola për Pse momentin erdhi në gjendje rënd? për momentin që e kam parë, konstatuar dhe ndjekur. Tani, mbas ndodhjes së ngjarjes, mbas si fëmija bëri exitus, familjarët në kohën që unë u largova, për momentin që informova drejtorinë që fëmija bëri exitus, e morën fëmijën dhe u larguan. Dile duke ju thënë që duhet të ri fëmija 2 orë, sepse është rregull, që duhet të ri 2 orë që të verifikohet plotësisht vdekja. Është standard mjekësor. E morën, dile unë kur u ktheva nga mbasi ka njoftuar drejtorin, dola tek dritarja e katit 4 që kemi në spital dhe ju bëra thirrje përsëri. Ju lutem ktheuni që t'i bëjmë autopsinë, të marrin vesh dhe ne se kush ishte shkaku i vajza ime ti. Pra, Vladimir, me sa kuptova, kishte përfunduar procesi jetësor i vajzës? Vajza kishte vdekur në momentin kur prindrit e morën? Po, kishte vdekur, vajza ndërndi e mbi 20 minuta mbas vdekjes dhe ata e morën dhe ikën dhe nuk pranuan të bëjnë autopsinë. Rregulli ne kërkuam duhet të rri 2 orë në pavion, do të thënë që të jetë të vërtetohet plotësisht vdekja dhe pastaj merren nga familjarë. Ata unë thash dhe një që mirë kuptoj, sepse janë prindër, kanë humbur njeriu në tyre, momentet e atyre tani më takon të gjykoj, sepse thash dhe një që... Zoti Vladimir, për ta kuptuar, pse i vdekuri duhet të rri dhe 2 orë më pas? Të verifikohet se çu është standardi. Standardi është momenti që mjeku shikon që ajo ka vdekur, duhet të rri dhe 2 orë. Mirë, zoti Vladimir, çfarë mund të ketë ndodhur me vajzën përpara se të vinte në repartin tuaj, ku ju jeni shefi pavionit? Tani, mbasi ndodhi ngjarja, unë pash dhe unë njojta me kartelën, për rastin. Rasti ishte parë nga mjekja, ishte plotësuar me ekzaminime, por mjekja më thot që ata vinin edhe vinin, do të thënë, kur venin trajtimin mjekësor. Sa bënin mjekimin dhe largohesh, shkonin në shtëpi. Atë ditë që erdhë, dhe që ndodhi kjo, mjeka e rivlerëson gjendjen, dile bën dhe ndryshim të terapisë. Para sa të ndodhte ngjarja, ndryshon edhe mjekimin e potencon. Nga mjekimi që kishte, shton edhe roxefinën dhe që është nga antibiotikët më të mirë që kemi sot në treg. Po, zoti Vladimir, mund të më thoni diçka në çfarë gjendje kishte vajtur vajza në mëngjes? Përpara se mjekja përkatëse të ndryshonte edhe... Nuk e di vetëm që, jo, medikamentin përkatës? Nuk e kam parë në ato. Jo, çfarë flitet në kartelën e vajzës, duke qenë se keni parë, thatë? Kartela, dhe i sa mjekja shtoj, thot që e pash që nuk ishte si ditën e tjetër, që që i shtova dhe potencova mjekimin. Pra, mjekja ka kërkuar hospitalizimin, thoni ju? Po, hospitalizimin ishte... Dhe ju vajtin ambulante në pediatri, po kanë qenë prindrit që kanë dashur. Prindrit kanë vajtur, kanë ikur dhe kanë ardhur, nuk kanë ndetur në repart. Po, zoti Vladimir, duke qenë se ju keni pasur kontakt me voglushen, si është dukur, duke qenë se është vetëm 3 vjeç, pesha trupore, si të zhdukur, një fëmijë me zhvillim normal? Në tregus të zhvillimit, psikomotor që quhen zhvillimet trupor, mendor, fizik, ajo kishte një lloj prapambetje në raport me moshën e vet. Por nuk është shkaku ajo që themi ne se vdiq se ajo kishte një prapambetje trupore, nuk e lidhim me atë. Ajo tregon që forcat imune në këtë rast janë pak më të ulura se sa tek një fëmijë me zhvillim normal. Mirë, zoti Vladimir, dhe një pyetje të fundit nga ana ime, nuk e di se kush nga të ftuarit e mi ditën e sotme mund t'ju drejtoj disa pyetje, dhe doja të dija, kolegja juaj, pra mjekja që e ka pritur që në momentin e parë, çfarë diagnoze i kishte vënë voglushes? Çfarë kishte? Në shtrim e ka qenë në një gjendje febrile, do të thënë që është shtruar. Jo të asaj dite, të momentit të parë që ka mbritur në spital, sepse vajza kishte 3 ditë që ndiqej. Në momentin e parë, çfarë ka pasur, viroz? Po, në kuadrën e virozës është trajtuar. Në kuadrën e virozës, keni pasur eksperiencat të tjera që fëmijë të tjerë të kenë humbur jetën nga virozat? Jo, nuk kemi pasur. Nuk keni pasur? Edhe me këtë kuadrë që u përshkrova më lartë, kuadrë klinik, ne kemi, po dhemi nga 20 mjekë, nuk kemi pasur asnjë rast. Ky është rasti i parë dhe i vetëm? Me këtë kuadrë klinik që kemi parë të kjo. Jo për të justifikuar, sepse unë ja thash dhe prindërve. Ne nuk lozim me fatin edhe me jetën e fëmijëve dhe me fatkeqësinë e prindërve. Në qoftë se një kolegu tuaj do t'i kishte ndodhur një rast i ngjashëm, ju si do ta justifikonit kolegun tuaj? Çfarë ka ndodhur me voglushen? Kjo është një rast që ndodh jo rrallë, po shumë rrallë. Ndodh një në 10.000 raste. Një në 10.000 raste? Po si hiperpireksi sa din ne nga ana e literaturës, po
Problemi është që ne këtu nuk ngelëm të qartë, përfundimisht për diagnozën. Po, me mua je Jo, shumë e është qartë. justifikim. Besoj se s'keni pyetje, ju si prindër për t'i bërë. Po çfarë keni për t'i bërë, po? Zoti Vladimir, Mërdora. sa bukur që më falni që po ju drejtohem, nuk kam asë një loj biles me fjallën doktor, ju bëra dhe vlla dhe gjithë shka të ditë dhe nuk më pranuat, më shtynit, sa bukur e si organizonjën, ju falenderoj për këte, po... të që vërtet, unë do pas, do të bëni, do më fale se më dërpres. E mori qiftin të rasa, ju më shëllim Të lutem, të përgjigjet edhe doktori, po? Zoti Vladimir, mund të përgjigjeni. Do të më falesh, më the do të kem motër, do të kem vlla për gjithë jetën. Të thash, do të presin të na dali vajza nga agjendja, dhe unë do të kem motër, po do të presin të dalin vajza nga agjendja. Mirë, doktor, në këtë studio ka dhe një avokat, lutem, Anil, sepse duhet të orientoj sa më mirë avokati, po. Nuk më trajtuat të tre si mjek dhe si infermier që ishit aty, ju po jeni nuk të më pak trajtuat kënaqur si nga njeri. trajtimi të tre mjekëve. Mirë, ti bëj një pyetje avokatit, të lutem. Zoti Vladimir është avokati Ndue Pjetra, i cili kërkon të të bëj një pyetje drejt për drejt. Po, avokat. Atëherë na përshëndetje. Pyetja ime konsiston lidhur me kartelen. Në momentin që pacienti paraqitet dhe hapet një kartel, pacienti ose prindët e tij duhet të firmosin në atë kartel për pranimin dhe vazhdimin shtrimit spital apo jo? Po, në përgjithësi, domethënë si rregull është që mund të firmosin, po në përgjithësi ato janë për gjendet, domethënë në kirurgji e këto, po bëhen prezent gjendje familjarëve, ka një rubrikë që duhet të firmos. Jo, problemi është sepse është shumë thelbësor për ma vonë. Në qoftë se pacienti duhet firmoste dhe nuk ka firmos, përsëri këtu jemi para një vepre penale. Por ama, në qoftë se nuk kanë firmos, kjo kartel mund të ndryshohet sa herë don nga mjekët edhe ma vonë. Pyetja dytë është, në bazë të asaj që ne nuk kemi sot një konkluzion, cili ishte shkaku i vdekjes nga ekspertiza mjekoligjore e kryer atë ditë? Shkaku mjekësor, unë ja thashë në fillim, hiperpireksi malinje që gjendje, temperature e lartë e pa dominuar në kuadrën e virozës. Në bazë të konventave dhe gjitha këtune të aderume tashma dhe Shqipëria, kjo smunje që i ka shkaktu vdekje, pra automatikisht e ka brenda neglizhimin pra i automatikisht i përballur në veprën penale, sepse vepra penale parashikon që për rastet të tilla pacienti mund të humbin jetën vetëm në rastet e neglizhencës dhe jo më tej. Për këtë arsye mendoj gjithmonë, sepse kjo është konkluzioni i organit akuzës, për një rast të tillë, kur janë disa mjek, tregon një neglizhencë. Pastaj edhe vetë shpjegimet e prindëve tregojnë që jo do ha buk, jo do vinë mjeku, pra në rastet, pavarësisht se ka rastet që prindi gjithmonë kërkon ma shumë se sa, sepse e ka fëmijë, por ama edhe mjeku duhet jetë shumë i pranishëm. Sqarimet më pas, avokat, sepse është momenti një hapësire publicitare. Ke pyetje, megjithatë në qoftë se ke pyetje, nuk ke pyetje. Sqarimet do na ndjeki zoti Vladimir drejt për së drejti këtu në televizionin News 24. Të falenderoj doktor për gjitha sqarimet. Publicitet rikthehemi një herë. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, edhe gjatë kësaj hapësire publicitare ka shkaktuar revolt tek prindit, pikërisht ajo çfarë tha mjeku zoti Vladimir, drejt për së drejti shpjegime për mua, por edhe për avokatin. Kush janë pikat, zoti Xhevair, që nuk ishte dakord me mjekun, me Vladimirin? Ja të flasi. Pra pambetja fizike, mendore, për cilën ai foli? Absolutisht nuk qëndrojnë. Berati është i madh, unë thash, unë jam këtu, mund të shkohet te kopshti, mund të shkohet në lagje, kush e njifte atë fëmijën. Rastat do thonë ka pra pambetje, i kërkoj falje unë Vladimirit. Se brenda 20 minutave, duke qenë se është procedurë që mbasi dikush gjen vdekjen duhet rri dhe 2 orë
Ne nuk na i shpjegoj njeri, jam fal një sekond, ne nuk na i shpjegoj fare njeri këto gjëra, por në moment duke u lëritur, duke qarë, ne nuk patëm asnjë, sepse vajza, une, kur dha shpirti, pash vetë momentet e vajzës ishin shumë të randa, të shikoj një prind, një fëmijë që t'i dali shpirti në mënyrë mizore nga ata mjek neglizhent dhe të pakujdesshëm. Po mos hospitalizimi, si ka ndodhur kjo pjesë? Sepse mjekët i hoqën aparatura dhe thanë merre rikni dhe gjatë atyre 3 ditëve, pse nuk ka qëndruar në spital, por shkonte dhe vinte? Merrte serume dhe ishte. Nuk ka problem, tha doktoresha, këtu nuk është ambienti rënd. Po, edhe nuk jam dakord me atë fjalë që thotë që tëk serumin edhe tëk ikte në shtëpi. Unë që pas serumit unë rria nga 1 orë, se kisha merak aty. Doktoresha të iki, ti ri, vend ka, po ka shumë fëmijë dhe nuk eshe nevojshme se këtu e ke shtëpinë, më thoshte. Nuk kushton të gjep se mos të rria në spital. Mirë, dëgjojme dhe mendimin e avokatit zotin Due Pietra, teksa palët janë përplasur, me gjitha të është i vetmi nga 3 mjekët që ju përgjigj ftesës e misionit me zemër të hapur. Po, avokat. Tani, për fatkeq Shqipëri është si që thame që ekzistojnë për këta rastet të shumta, të gjitha shtetet e Europës kanë parashiku mjekimin e pakujdesshëm dhe e quajnë krim vepër penale. Në gjitha këto shtetet e Europës, përveç Greqia, ka parashiku që përveç dënimit penal, ka edhe një dëmshpërblim, e ka parashiku vetë në kod. Tani vim të kë shteti jonë, sepse këtu është gjithë interesi. Do doja të ndaloja më tepër për shkak minutazhi ndoshta tek rasti konkret, avokat? Te rasti konkret është... Sepse ka për një detaj shumë interesant edhe për familjarët. Është një rast që me keq kohë sa jemi, është shumë e shpejt të arrim në një analizë, ose sepse ne nuk dim shkakun e vdekjes të përcaktuar nga një institucion ligjor. Një ku mundua ta thoshte, si në gjuhën shkencore ashtu dhe na... mundu ta anashkalonte, por jemi para një përgjegjësie penale, sepse... Kërkon të ish pak e rezervuar për sa i përket orientimit të prindërve. Ai thot që 1 në 10.000 ose 20.000 raste. Dhe në momentin kur pacienti shkon paraqitet në spital, veprimet që arritin në një konkluzion ma vonë, duke thënë që kjo ishte një rast i veçantë, por nuk e konsideroj si rast i veçantë në momentin kur e konstatoj. Pra, këtu quhet edhe kjo neglizhencë. Tani, për fat keq që ligjet shqiptare kanë një vakum, një boshtek, që kush e marr përgjegjësinë për këtë? Dakor, përgjegjësinë penale. Ka një element shumë një detaj shumë interesant dhe një element shumë të rëndësishëm, avokat. Ishte pikërisht miratimi apo firmosja e kartelës nga ana e prindërve. Çfarë ndodh në rastin konkret? Tani në këtë rast, automatikisht që kjo kartel ndryshohet sa herë të donë, për t'ia paraqitur organit akuz për fakte. Çfarë e hell poshtë kartele? Pra, në nuhatjen profesionale kuptua që prindrit nuk ishin firmosur në kartelë. Prindrit tani duhet rrugën edhe... Ndryshimi i kartelës mund të ndodhur sipas dëshirave të tyre. Po, e ban sa herë dorë. Por çfarë do ta hedhin kartelen në erë? Do ta hedhin analizat që këta familjar duhet i kenë të fshehta në shtëpi disa ditë, disa muaj më parë. Dhe këto analiza të dala, të kryera më parë, që i kanë në shtëpi dhe i kanë bë në lagje ose dikot, këto do të nxjerrin në pa modifikimin e kartelës, ku mjeku do përballet edhe me një vepër tjetër penale. Po ditën që gjeti voglushja vdekjen janë bërë dhe disa analiza që kanë dalë shumë mirë, rezultatet besoj i keni në... Po të premte. Pikërisht pra, dhe nuk munden, ato mund i zhdukun, dhe mund të bëjnë disa tjera. Por gjithmonë analizat që kanë bërë disa kohë më parë, që t'i ruajnë, sepse pretendimet e tyre arrin nga më të ndryshme, që mund të thonë ka qenë një smur, ka vujt nga një smunje, por këto analiza e hedhin në poshtë çdo lloj supozimi të këtyre. Të duke interesant kur mjeku deklaroi në krye të herës që vajza në pavionin e tij, ku ai është edhe shefi pavionit, ka shkuar në gjendje shumë të rëndë, ndërkohë kur unë e pyeta për zhvillimin fizik të vajzës, ai pretendoi se kishte një prapambetje edhe fizike edhe mendore. Pa dashni shumë thellë, mjeku tani e krijon gjithë këtë mbi bazën e fakteve. Pra, të gjitha këto veprime janë kur ka kriju dhe ka gjithë faktet dhe provat të ndorë dhe mundohet që nga mrapa të konstatojnë dhe thotë dhe automatikisht bjen mbrenda, se nuk mund të thonë mjeku që e konstatova, se në momentin që e konstatove, çfarë bën ti?
Pra edhe kjo është neglizhim. Pra nuk je qenë korrekt me punën tënde. Se me njëherë, nëse ke konstatuar diçka, duhet kishe marrë në telefon, duhet ishe lidhur me Tiranën, duhet ishe lidhur me një mjekun specialist. Kishin kërkuar edhe familjarët dhe automatikisht ai me këtë fjalë ai bien vetë mrena, sepse është marrë përgjegjësi. Po, kush janë hapat ligjor që familjarët mund të shkojnë në zbardhjen e të vërtetës? Kush do qoftë zbardhja e të vërtetës? Po sipas teje. Tani vetëm provat që mund të afrojnë ta pranë organit të akuzës. I bëjmë dot publike provat apo duhet të mbeten? Jo, aktualisht ta duhet jenë shumë të matur për faktin që të shohin, sepse sa më shumë që të aranojnë pozicionin mjeku, ose shefi, ose edhe prokurori, ose edhe oficeri policisë gjyqësore, do t'i hedhin poshtë nëpërmjet provave që mund t'i vënë dispozicion ma vonë nëpërmjet një avokatit. Jemi 2 muaj e gjysmë mbas ngjarjes se ende nuk është plotësuar afati i parë që prokuroria 3 mujorshin e parë që prokuroria kërkon për zbardhjen e një ngjarje, megjithatë prokuroria mund të kërkojë edhe koshtesë. Prokuroria kërkon koshtesë, por edhe prindërit mund të kërkojnë pastaj bazë të aktit të shkakut vdekjes me ekspert, mund të kërkojnë edhe një herë një akt riekspertimi me 3 Megjithatë, një ndër rastet më të shënjuara, të paktën të zyrës që ju përfaqësoni, është edhe vdekja e 17 vjeçares në Sarandë. Besoj se edhe me këtë rast ju jeni në hapa. Më bani përshtypje shumë, sepse tha që mjekës i ka ndodhur një fatkesi. Po. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe te mjekja e Sarandës që i ka ndodhur një fatkesi. Dhe asaj i ka humbur fëmia dhe gjitha këto raste po rezultojnë që nuk u ban përshtypje fare se thot kur të ketë ik fëmia im thot mendoj unë, nuk du që të... Rasti i Sarandës i humbjes së jetës së 17 vjeçares, mjekja e cila ka asistuar edhe tek 17 vjeçarja ka pasur të njëjtin rast kishte humbur fëmijë. Të njëjtin rast dhe i kanë vdekur dhe i kanë humbur jetën në dorë 7 persona pra në Sarandë. Dhe paturpsia më e madhe ka ardhur kur është qunë për mjek ligjor, janë qunë për njekje penale, dhe ata kanë bën një kundërkallëzim të rrem gjoja për të shpëtu. Pra, arma kryesore e familjes Drasa, ju thonë kundëllimi i provave dhe fakteve, të cilat nuk i specifikoni në këtë fund komenti. Për moment nuk mund të... Lajt, drejt për drejt jo, por më pas, mbasi të mbyllim edhe transmetimin. Më pas mund të jepen orientimet. Do t'ju jepen orientimet, sepse nuk kërkon se monitorohemi edhe nga prokuroria edhe nga mjekët, të cilët mund përdorin faktet dhe provat që ju keni të grumbulluara tashmë, por që do t'ju orientoj avokati. Po vajza, nuk më ka qenë sëmur, tani mund të kemë ndonjë recetë, për shembull ndonjë sharu, jo antibiotikë. Megjithatë nuk janë këto detajet, nuk janë këto janë detajet të tjera. Por që nuk mund t'i bëjmë publike në këtë moment. Dua të kaloj tek psikologja jon, tek Antonela, çfarë bëri përshtypje në gjithë të ballafaqimit midis mikut dhe familjarëve. Ky është një rast mjaft i rëndë, si për prindrit që kanë përjetuar, ashtu dhe për ne që dëgjojmë sot. Por edhe për mjekun vetë, besoj Antonela. Po, normal. Se nuk është e lehtë të humbi jetën një fëmijë në duart e tua, askush nuk e dëshiron atë gjë. Po? 2 prindrit kanë pasur një shok psikologjik i cili është thelluar dita ditës, por këtë shok psikologjik gjithashtu e ka përjetuar edhe vajza e tyre e madhe që ka humbur motrën. E rëndësishme është që të 2 prindrit duhet ta mbështesin vajzën të qëndrojë sa më afër. Gjithashtu kemi 2 këndvështrime nga ky rast, duke u nisur në rastin e prindërve, të cilët theksojnë se vajza ka pasur një fizik normal, një peshë normale, ndërsa nga ana e mjekut thotë se ka pas një pambetje mendore dhe fizike. Të duk kontradiktor mjeku? Po. Duke qenë se vajza në pavionin e tij kishte shkuar në gjendje të rëndë? O ka shkuar në gjendje të rëndë dhe nuk ka konstatuar prapambetjen fizike dhe mendore, ose ka shkuar në një gjendje më të lehtësuar dhe që mjeku ka neglizhuar. Pra këto të dyja, si mbas këndvështrimit tënd, bien ndesh me njëra tjetrën, siç thot avokati? Po, bien ndesh, duket si kontradiktore. Çfarë duhet kemi parasysh për këtë stresin post-traumatik, këtë shokun e madh psikologjik, ku mund të gabojnë këta familjar dhe si mund t'i orientosh për të mos gabuar në betejën e tyre ligjore? Duhet ta mbajnë sa më afër njëri tjetrit, gjithashtu edhe vajzën që ka mbetur, të qëndrojë sa më afër. Vajzës thatë në mënyrë të drejtë për drejtë, Antonel, duhet ja thonë. Në mënyrë të tërthort. Të tërthort, thatë ju, në fillim të emision. Pse në mënyrë të tërthort? Ajo ka përituar gjithçka. Vajzat kanë qenë paralelisht të shtruara të ditë. E kanë parë mënyrën se si është marrë motra, çfarë ka bërë motra, në momentin e fundit ku ka kërkuar ndihmë se ka pasur shumë ftohtë. Duhet ja thonë në mënyrë të tërthort, pasi edhe është dhe vetë mosha.
është edhe vetë mosha. Kur është mosha që duhet të thënë drejt për së drejti? Sepse ajo ka filluar të kuptoj, 6 vjeçë. Besoj pas një viti ose më vonë, të t'ishte mosha ideale për t'ja. Pra edhe këtë vit duhet që vajzat të lecohet. Më përpara duhet të bëjnë ato shkarkimin e shokut psikologjik të vetës së tyre përpara se të tregojnë vajzës, apo jo? Kjo është e rëndësishme. Dhe si mund të vi kjo, në mënyrë graduale? Në mënyrë graduale është më rëndësishme për të arritur që t'i tregojnë vajzës së tyre. Zonja është intelektuale, tha, është arsimtare, mësuese dhe besoj se në shkollën e saj ka një psikologe. Mund të marrë një asistencë aty? Antonel? Po, e rëndësishme është që të marrë një asistent social që të ndihmojë edhe psikologe me rastet që mund të ketë në shkollë. Atëherë, mundesh që me psikologen e shkollës ku ti je mësuese të bësh disa seanca sepse i ke nevojshme Anil? E mendon këtë gjë? Unë doja të thosha diçka, vërtet emocionin e kam të madh për një moment, por nga ana psikologjike jam shumë e fortë në kuptimin që dua. Jo, zemra, ajo që ti ke përjetuar, neglizhencën e tyre, sorollatje, talljen. Normale, nuk diskutohet, por ky zemrim të mos mbysë arsyen tënde. I kam dhënë shumë kuraj vetes, i kam dhënë shumë zemër, kur hyn atë portë, gjithë lidhërimet, gjithë ai lë pas. Vazhdoj punën shumë normale. Të gjithë ne kemi nevojë të shkojmë dhe të trokasim tek psikologu, qoftë edhe për një bisedë të zakonshme. Po, edhe për një bisedë të zakonshme. Megjithëse nuk më ka munguar dhe nga kolektivi, nga të afërmit, nga... Sa e rëndësishme në këto raste është të kesh afër miq, miq që të duan të mirën, që të mbështesin. Shumë. Është e rëndësishme. Po. Vetëm me miq, me të afër, me kolegë, me komshinje kam kaluar, i falenderoj të gjithë. Megjithatë, duket mesazhe nga gjithë bota, më thonë që si ai yll që po shohim ne, si e mendojmë që ajo nuk jeton më. Kur u vlerësua nga njerëz që nuk e njihnin, jo më nga ato që e njihnin. Prandaj bie kundra zotit Vladimir Kumaraku. Nuk ja u harroj këtë humbje jetë të vajzës atyre nuk ja u harroj në kuptim vetëm për neglizhencën e tyre. Ti nuk do t'ja harrosh ashtu si edhe bashkëshorti yt, ashtu si edhe vajza tjetër. Edhe ajo e pa. Vetëm për të fituar betejën gjyqësore. Duhet kthjellësi, jo të mbysi zemrata. Jo zemrata, jo. Neglizhenta, normale, nuk diskutohet ajo. Po neglizhenta që ata më humbën fëmijë, nuk është puna se ata bën diçka dhe si u përplasën me ne dhe në fund fare ata e shpëtuan fëmijën, unë dhe në rast se pra nuk e pa të pamundurën që nuk pa të pamundurën. Ajo neglizhent mi mori jetën fëmijës. Unë si çfarë do lloj gjëje të bëj. Duhet ja lëm drejtësisë, duhet ja lëm drejtësisë dhe të flasë drejtësia. Kërkoj drejtësi, ja them, të flas pak, kërkoj drejtësi. Po, kërkoj drejtësi të shteti shqiptar. Unë do ta vazhdoj këtë drejtësi dhe në të gjitha institucionet dhe ndërkombëtare. Deri në Hag do shkoj për këtë. Për vetëm për neglizhencën të mjekës që flet thotë që pak një peksurum, po ti e mjeke me zonjë, këtë fëmijë se ke mirë. Mos i kthehemi më, do luftoni deri në fund. Po, do luftojmë deri në fund. Unë jam drejtuar institucioneve më të larta, presidenti është drejtuar prokurorisë së përgjithshme, ministrisë të shëndetësisë, kryeministri ju drejtua spitalit kishte bërë këtë që tha zoti Vladimir. Kishte formuluar, kishte modifikuar. Të gjitha këtyre apeleve, le të merret emirçën edhe apeli drejt për drejt që ne bëm sot. Normale që ato do merren. Në studion e emisionit me zemërtapur. Faleminderit edhe një herë Anil. Faleminderit zotëri, faleminderit që pranuat të tregonit dhe të ndanit dhimbjen tuaj me ne. Miqtë mi, ju falenderoj dhe ju për vëmendjen që na keni kushtuar. Duke ju falenderuar, vazhdoni jepni mendimet dhe opinionet tuaj në faqen tonë të Facebookut. Emisioni me zemër të hapur, në këtë faqe Facebooku bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e emisionit tonë. Ndërkohë të gjithë ju që nuk na keni ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24, na ndiqni edhe në agjensinë e lajmeve Balkan Web. Faleminderit Balkan Web, bashkë takohemi nesër në mesditë me një tjetër realitet shqiptar, me një tjetër histori njerëzore. Deri atëherë, mbasditë të këndshme.